Kjo merita relative. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në komunikimin e tij me qytetarët u ndalte protesta e zhvilluar prej 55 ditësh në kryeqytet, duke deklaruar se nuk organizohet nga Partia Demokratike, megjithatë opozita do vijojë ta mbështesë. Pjesëmarrja e Partisë Demokratike është e fuqishme në këtë protestë dhe do të jetë. Dhe ne ndjekim me shumë interes, me shumë vëmendje, do të riformulojmë agendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës. I pyetur lidhur me çështjen e Belinda Ballukut, Berisha tha se SPAK nuk vepron në mënyrë të pavarur dhe se prokurorët që zbatojnë ligjin përballen me presion politik. Kur një prokuror vendosi të zbatojë ligjin, ai u përball me gërsinë të Edi Rams, Lumi Ballukut dhe bandave të tyre, u përball me votën e 83 mandateve të krimit në parlament, kështu që faktikisht SPAK-u është sot thjesht një organizatë e Partisë Socialiste. Berisha hodhi gjithashtu akuza ndaj kryeministrit Rama për organizimin e koncertit të Kanye West. Edi Rama përdori kartonat e tij të krimit për të votuar në parlament dhuratën e parave që u grabiti pensionistëve shqiptar, qytetarëve shqiptar dhe për t'ia dhuruar ato miliardierit Kanye West. Lidhur me figurat e reja të zgjedhura në strukturat e Partisë Demokratike, Berisha tha se nëse nuk janë të njohura për publikun, ata përfaqësojnë sipas tij një grup me vlera dhe profesionalizëm.